E tani si shtash, do të shkojmë tek një kronik që në fakt e ka përgatitur kolegja Edona, që na flet për sa i përket kryqit të kuq, familjet në nevojë dhe gatishmëria për të ndihmuar në fakt këto familje në nevojë. Në prag të festave të ndryshme, sidomos atyre të aspektit fetar, kemi një interesim më të madh të popullit që të dalë në ndihmë nevojtarëve. Në një intervistë me Armend Shalën, zyrtar për media në kryqin e kuq, Edona ka folur rreth gatishmërisë së popullit të tonë për të ndihmuar të tjerët, jo vetëm në ditë feste. Është një material që zgjat disa minuta. Natyrisht do të kemi mundësi për ta ndjekur tani, më pas zhvendosemi tek terraca, një nga terracat e Medias 21. Varfëria në vendin tonë është njëra prej problematikave më të mëdha. Është njëra prej temave të cilën e trajtojmë kohë pas kohe, por që si duket në pjesën më të madhe të vitit vëmendja për të zbehet. Me theks të veçantë për varfërinë, për familjet në nevojë, flasim kur kemi festa si kjo e Kurban Bajramit. Por cili është niveli i varfërisë në vendin tonë realisht? Sa jemi ne të gatshëm që të tregojmë solidar me njerëz tanë, me familjarët tanë, me shoqërinë tonë, me komunitetin tonë në festa të tilla dhe çfarë realisht duhet të bëhet që të dalim në ndihmë këtyre familjeve. Ne sot jemi këtu në zyrën e kryqit të kuq në kryeqytet, që bashkë me Armend Shalën, zyrtari i komunikimit për media, të flasim për këtë problematik, të flasim për shifra konkrete dhe të flasim për atë se a jemi me të vërtet të gatshëm të zgjatim dorën tjetrit vetëm në një ditë të caktuar apo gjatë gjithë vitit. Armend, faleminderit shumë për kohën që më ndani sot për ne. Faleminderit për juve, mirë se keni. Pse duket që solidariteti tek ne zgjohet vetëm në ditë të caktuara, në festa të caktuara? A jemi një shoqëri që mban mend të ndihmojmë vetëm atëherë kur në një farë forme e kërkon tradita, apo si qëndron e vërteta? Jo, në këtë rast nuk pajtohem për arsye se si shoqëri jena shumë dorëshlirë, është dorëdhënëse. Ndoshta mund të themi që koha e festave është pak më shumë e theksuar, mirë po shohim nga punën që na e bëjmë në terren, asnjëherë nuk e harrojmë ata të afërmit të cilët kanë nevojë të përditshme, qoftë brenda lagjës, qoftë brenda fshatit ose dikun tjetër, gjithmonë del një person i cili me mëshirën e tij, me dhurimin e tij na i ndihmon asaj familje. Ndoshta gjatë kësaj periudhës të festave jemi më të organizuar, sepse ndoshta nuk kemi menduar kur që kemi një person në lagjën tonë dhe qoftë për rastet festa fetare, festave kombëtare dhe të tjera, thojmë që për këtë ditë po duam ndihmu kësaj familje ose ta gëzoj këtë familje ose diçka tjetër. Ndoshta kjo është pak më shumë e theksuar, po përgjithsisht shoqëni jemi mirë të organizuar dhe jemi mjaft dorëshlirë për mi ndihmu të tjerëve. Por ka raste kur sikur nuk i vrejmë që në komunitetin tonë, në lagjën tonë, në ndërtesën ku ne jetojmë, është dikush që bën një jetë goxha të vështirë, po që ne thjesht nuk e shohim. Është e vërtetë, ndoshta na jemi mësuar me atë pjesën ku ne shohim atë jetën luksoze, vetura të mira, gjëra të shtrejta kështu me radhë, mirë po gjithmonë atë rrethin tonë ekziston sado lagje pasur që jemi ose varfër ose jetë mesatare, ekziston dikush që ka nevojë për ndihmën tonë, ndoshta ndonjëherë edhe kanë atë drojën, atë frigën ose çka do të qoftë për me kërku ndihmë, mirë po ne si komunitet mas mirë të dimë që në lagjën tonë është dikush që ka nevojë për ndihmën tonë edhe duhet të dalim në ndihmë. Dhe jo gjithmonë të presim që ai të kërkon ndihmën tonë, sepse na shumë nga familjet nevojtara, ato janë gjithmonë falënderuese për çka do që ju ofrohet, edhe ndoshta jo gjithmonë e kërkojnë një gjë të tillë, mirë po momentin kur dikush afrohet edhe me atë falënderimin nga zemra që keni bërë shumë mirë, që na keni dhuruar, çka do të qoftë, veç ju s'po na harroni e kështu me radhë. E kuptoj. Tani kur flasim për punën që bëni në terren, sepse realisht puna juaj është në terren, çfarë dhurojmë realisht? A japim pak ushqimore se është më e lehtë? Apo e shmangim dhurimin financiar sepse kena ma pak besim se ku po i dërgojmë këto të holla? Si është realiteti jashtë zyreve, jashtë komunikatave zyrtare? Na gjithmonë kurdo që kemi donator, qoftë individ ose biznese, fillimisht gjithmonë i ftojmë ata me ardhmë me neve në terren, direkt me pa familjet edhe rastet cilat ne i kemi të përzgjedhura për me ndihmu.
Tani varësisht nga donatori, na gjithmonë sugjerojmë që atyre t'ju blehet në bazë të nevojave të tyre, qoftë ushqim, qoftë veshmbathje, qoftë pako higjienike, dikuj nga ndoshta një shtrat, një sungjer ose diçka tjetër, dhe t'i shmangemi pak asajna që të japëm drejt për drejt mjetet monetare ose të holla direkte, për arsye se jo gjithmonë ajo mundet me u përdorur në formën e duhur, po flasim ndoshta një përqindje shumë të vogël që ajo mundet me ardh dikush familje mundet me ardh deri te ndaj keq përdorimi i saj, kështu që për të mirën e këtij familjes ne gjithmonë mësojmë që ti dërgojmë atyre gjëra të gatshme. Po ashtu kur familja është në gjendje që ti, për shembull, tek ushqimet gatuaj me ato ushqime, sepse ne dërgojmë ushqime të thata, për shembull, kryp, biber, miell edhe të tjera, dhe mas pari shqyqojmë gjendjen e familjes, se kemi shumë raste kur për shkak të gjendjes fizike, gjendjes psiqike dhe të tjera, nuk është e mundur që ata të bëjnë atë ushqim dhe mundohemi që të qofme në i furrë ose në i gjellëtore që është afër atë, të sigurojmë ushqimin ose ta bëjmë atë lidhjen mes donatorit dhe familjes nevoje dhe biznesit, mënyrë që sa do pak të sigurohet direkt ushqimi për tyne. Do të thotë ajo që është bazike, elementare për ta. Nëse do të bënim një krahasim me vitet e kaluara dhe të tashmen, a mund të themi që kemi një rritje të varfërisë në nivel vendi, si qëndron e vërteta? Ndoshta direkt në varfëri nuk mund të themi që kemi rritje të varfërisë, mirë po na jemi dëshmitar të rritjes së çmimeve në mënyrë të vazhdueshme, edhe shohim që varfërimi i xhepit të familjes, kjo është ajo një ka realitet. vështirësuar në njërin anë është mos ngritja e tallërave direkte ndoshta, edhe në anën tjetër është rritja e çmimeve vazhdimisht që i kemi në çdo aspekt. Kjo ka vështirësuar jetën e familjeve të ndryshme, të cilat tek ne jemi paraqit si raste të reja ose dikush që ka humbur punën ose diçka tjetër. Kemi raste të kësaj natyre? Po, kemi raste kur dikush për shembull e humb punën dhe ekziston ose jeton vetëm me një të ardhur për si ndihmë sociale ose kushdo të qoftë që i ndihmon dhe paraqiten tek ne gjithmonë i bëjmë thirrje gjithë ata të cilët kanë nevojë. Ma mirë është të vinë të paraqiten tek ne dhe mundohemi përmes donatorëve, qoftë individ ose bizneset ju ndihmojnë, sesa në farforme të jetojnë në kushte të vështira dhe mos paraqiten kurrë për ndihmë, dhe fatmirësisht kemi has kuptimin të ta edhe vinë paraqiten dhe mundohemi që të bëjmë zgjedhje sa më shpejt që të jetë e mundur. Është rritur shumë një kërkesë e kësaj natyre nëse flasim me shifra? Nuk mund të themi që ka një rritje ashtu shumë të ndjeshme që me u vrejt shumë, mirë po kemi raste, ko pas kohë kemi raste të reja të cilat paraqiten. Në anën tjetër, kemi edhe raste të cilat gjendja e tyre për shembull është përmirësuar gjendja ekonomike, është ajo ekstreme dy anëve, për shembull ka gjetë një punë ose ka kriju të ardhura familjare ose ka kriju një biznes familjar të vogël dhe një në ardhen paraqit, sepse deri tash jemi falenderues që na keni ndihmuar, mirë po nga tani besoj që këto ndihma do t'i takojnë një familje cila është në gjendje më të rëndë se ne. Edhe kemi edhe shumë raste ku prej familjes nevojtare është zhvilluar aspektin ekonomik dhe është kthyr si donator tek ne për me ndihmu të tjerëve. Shumë e bukur kjo. Armend, shumë familje që jetojnë në varfëri nuk kanë vetëm mungesë ushqimi, ato nuk vuajnë thjesht për t'ju dërguar një pako higjienike në prag të festës së Bajramit ose edhe për festën e Bajramit apo edhe çfarëdo feste tjetër. Në fakt, nevoja kryesore për ta është orientimi, këshillimi, madje në disa raste edhe arsimimi i fëmijëve të tyre. Kur them arsimimi i fëmijëve të tyre, nuk kuptoj që me i tregu që fëmia duhet me shku në shkollë, sepse e vërteta është që në shoqërinë tonë kemi një numër të madh të familjeve të cilat mbi të gjitha ka nevojë për orientim, ka nevojë për t'ju treguar si duhet bërë kjo, çfarë duhet bërë me këtë, si duhet të qasen fëmijëve, e shumë elemente të tjera të cilat ju i dini më mirë. Ne kemi disa programe dhe disa projekte që punojnë në këtë drejtim dhe gjithmonë i thojmë edhe familjeve nevojë. Me një pak ushqimore ose higjienike që ju sjellim, ne ju bëjmë një zgjedhje shumë afat shkurt, qoftë një javore, një mujore, kështu me radhë varësisht sa pe pakos që është. Mirë po, gjithmonë synojmë që fëmijët e tyre, edhe ata vetë, ata të cilët janë të aftë për punë, mundohen që të gjejnë një punë për me kriju të hyra familjare. Për shembull te edukimi shëndetësor i familjes, se kemi një program cili na shkojmë në për fshatra, në për familjet e varfra dhe bëjmë edukim tyre, dhe ndër gjërat e para që ju thojmë aty në familje është që fëmijët duhet edukohen, duhet shkollohen, rastet e komunitetit, rastet e tjera, në secilin projekt ne e kemi qëllim kryesor atë nxitjen që këta të zhvillohen dhe të orientohen ashtu siç e thatë edhe ju,
që mos mbesin gjithmonë vetëm në pritje dikujt t'i ofrojë ndihmë, mirë po zhvillohen në vetvete edhe ne përmes projekteve mundohemi që për shembull kemi pasur raste kur kemi arritë të punësojmë të rinjt, kemi pasur raste kur kemi arritë të krijojmë hyra familje duke dhuru varësisht nga ato aftësi që kanë pas, dikuj për rrobat qepsi, dikuj blej, dikuj pula, kështu me radhë. Pra duke siguru një vetësi financiare. Saktësisht, një qëndrueshmëri financiare, në mënyrë që këta të arrijnë dhe të largohen nga ajo pjesa e varfërisë së skajshme, nëse mund të quajmë, në mënyrë që këta t'ia dalin të përballen me jetën vetvetive. Tani, Armend, a ndodh që ndonjëherë familje që vërtet ka nevojë për ndihmë, me mbet pa ndihmë, sepse nuk jam prej atyre që din të kërkojnë, sepse ka shumë për fat të keq që marrin dhe fitojnë ndihma të formave të ndryshme sepse din me kërku. Si kontrolloni këto raste, si arrini me garantu në një farë forme drejtësi, sepse nganjëherë dikush që vërtet ka pak, ama pak nuk din me kërku, ose thjesht nuk e gjen rrugën për ta kërkuar, ndërsa të tjerët mund të marrin shumë mbështetje nga organizata të ndryshme. Më kujtoj nga intervista që kemi realizuar edhe më parë, ne po flasim për familje që ndodh të kenë të pako të tëra ushqimore, të cilat janë me afate të skaduara që janë mbledhur nga organizata të ndryshme dhe thjesht nuk janë përdorur, dhe kemi anën tjetër që ndoshta nuk kanë as edhe një ndihmë nga dikush tjetër, por që mundohen të mbijetojnë ashtu siç kanë bërë gjithmonë. Fillimisht është ajo që e thash edhe më herët, është që gjithmonë familjeve bëjmë thirrje që të vinë tek ne të orientohen. Në anën tjetër, gjithmonë kur jemi në terren me komunitetin, qoftë me kryetarët e fshatrave, kryetarët e lagjeve, përgjegjësit e hyrjeve, banesave kështu me radhë, ne gjithmonë bëjmë thirrje që të identifikohen ato raste dhe dërgohen tek ne. Pastaj ne kemi një kriterium, një listë kritereve të cilat ne i selektojmë këto familje në bazë të nevojave që kanë, bazë karakteristikave tyre, për shembull gjithmonë japim përparësi nanave të cilat janë krye familjare, me fëmijët e tyre, po ashtu personat e më shumë të vetmuar, dhe në këto raste ne gjithmonë ofrohemi pranë familjeve në mënyrë që t'ju ndihmojmë. Tash sa i përket anës nëse mund në me qujtë të keqpërdorimeve të tyre, sa i përket anës kryqit kusht, në atë drejtimi jemi shumë mirë dhe nuk kemi pas asnjëherë raste të tilla. Për atë arsye gjithmonë mundohemi të jemi transparent edhe me bizneset, edhe me dhërues, që së bashku dalim në terren dhe të shohin ata gjendjen e tyre. Gjë që kemi hasur shumë shpesh mirë kuptim që ka thonë këtë familje largoni nga listat e kryqit, se për 1 vit, për 2 vite unë do i ndihmoj kësaj familje. Dhe edhe në raste të festa, edhe në secilin rast na ju bëjmë thirrje qoftë institucione, qoftë organizatave të ndryshme, qoftë bizneseve, e jeni tek ne, së bashku me ne dalim terren, ju tregojmë familjet cilat i kemi të identifikuar. Mos më ardh deri tek ajo që ju e tha që mos më imani një familje 4-5 pakën, ndoshta më kalua edhe afate. Ka një muri organizatash të ndryshme që funksionojnë, që veprojnë në vendin tonë. Ndoshta mos më kalua edhe afate atyre gjëra ushqimore të cilat ata i kanë grumbulluar nga friga, sepse nesër s'kan me pas. Kjo është arsyeja kryesore, se bëhet një grumbullim i tillë, dhe në anën tjetër, nëse unë si familje i marr 5 pako, për 5 organizatave ndryshme, në anën tjetër janë edhe 4 familje tjera të cilat po mbesin pa përfituar asgjë. Për këtë arsye na gjithmonë bëjmë thirrje për koordinim, në mënyrë që dalim së bashku në terren, të shohim familjet, evidentojmë familjet. Sidomos gjatë festave kemi shumë raste ku një biznes kam dëgjuar për X familjen. Dhe ne i tregojmë që para 2 javë ose para 1 javë nga X donatori i kemi dhëruar kësaj familje. Është një familje tjetër që la meriton ose është në pritje për më ndihmu. Tash jo gjithmonë mund të dalim në ndihmë gjitha familjeve, sepse ne jemi të kufizuar në atë aspektin financiar dhe varëm shumë nga donacionet e individëve, bizneseve të tjerëve, dhe sa herë do që kemi mundësi për më dalë në ndihmë, ne gjithmonë jemi pranë këtyre familje. Tani, Armend, nëse flasim me zona në Kosovë, cilën pjesë të vendit e kemi, nëse mund të themi, ose kemi më shumë familje që ka nevojë për mbështetje financiare e shumë aspekte të tjera? Sepse nganjëherë varfëria nuk ndërlidhet thjesht me financa. Kjo varet pak edhe nga numri banorëve të qytetit dhe të tjera. Mirë, po nuk është në ndonjë komunë që mund të themi që është varfëri më të skajshme ose është më mirë se sa komuna tjetër. Themi për shembull në Prishtinë kemi raste që janë shumë ekstrem varfëni të skajshme dhe nuk i kanë asnjë kusht për jetesë të mirëfillt,
që mund të themi që kryeqyteti është një prej zonave të cilat ndoshta janë më. Prej atyre rasteve që ka mbetë në mendje, edhe që ndoshta kujton më shpesh Ermet, sepse ju jeni vazhdimisht, e thashë më parë, jeni edhe në terren. Kryesisht janë raste të cilat janë nanave të ushqyese, që janë me fëmijët e tyre, kur kemi raste për shembull, ndoshta hapësira e shtëpisë kur të hynë mrena ka qenë komplet e djegur ose aspekti që ata punojnë me shporet të druve që themi na dhe timi e ka nxi kitë dhomën dhe prap se prap e detyronin farforme për arsyet mos zgjedhjes së vendbanimit të tyre, detyrohen të jetojnë në ato zona ose shumë raste kemi kur ka të bëjë me lagështinë që edhe fëmijët edhe kryefamiljarët të gjithë janë të smut për smundjeve të ndryshme frymare për shkak të kushteve që janë, për shkak të lagështisë, higjienës dhe gjërave të tjera. Në krejt këtë peizazh trishtues që po na e përshkruan, cili ka qenë dhe sa në fakt vazhdon të bëjë rolin e vet shteti e institucionet për t'u dalë në ndihmë këtyre familjeve, sepse ne kuptojmë gjithçka që bëhet këtu bëhet në bazë të vullnetit të mirë, dëshirës së njerëzve për të ndihmuar të tjerët, por në fund të fundit është obligim i shtetit, i institucioneve që të kujdeset për këto familje, të kujdeset për fëmijët e tyre, për jetën që ata bëjnë. Është fakt ajo që po thoni ju që gjitha institucionet, qoftë lokale, qoftë nivel qendror, duhet të jenë sa më shumë këtyre rasteve dhe të kthejmë në atë që e thash edhe më herët, mos bëjmë vetëm një zgjidhje afat shkurt, po mundohemi që të bëjmë një zgjidhje afat gjatë. A janë munduar realisht që të bëjnë një zgjidhje afat gjatë? Kemi raste kur institucionet ndryshme në bazë mundësive të tyre janë munduar të bëjnë zgjidhje, por e përgjithshmja realiteti është që ne nuk kemi një zgjidhje adekuate ose në zgjidhje afatgjatë për të gjitha rastet dhe ndoshta në asnjë shtet nuk mund të kemi një zgjidhje për të gjitha rastet që themi që ky vend nuk ka asnjë familje të varur ose asnjë person të varfër, sepse shohim edhe shtetet më të zhvilluara kanë raste të tilla. Mirë po, ne si institucione, si organizata duhet të jemi pranë këtyre familjeve, pranë këtyre rasteve, varësisht nga nevojat e tyre dhe të përputhemi të dërgojmë ato që ata ka nevojë në bazë të nevojave të tyre. Mos të dërgojmë për thëmë një televizor dhe ndoshta ata nuk kanë ushqim për me konsumu. Kështu që të bëjmë identifikimin e nevojave dhe çka na bëjnë thirrje gjithmonë është edhe me institucionet të kemi një koordinim sa më të mirë, sepse në raste specifike për shembull kur ndodh që A keni këtë koordinim? Po, në shumicën e raste po, për shembull ndodh që është një shtëpi djegët dhe gjithmonë jemi aty të ndihmu me gjërat e para elementare, qoftë veshmbathje, qoftë me ndonjë sëngjer, me gjërat të tjera pak higjienike, ushqimore, një që atë periudhën e parë ta kalojmë. Mirë po pas asaj është në përgjithësinë e komunës që t'i bën zgjedhje qoftë për strehim dhe gjërat të tjera. Dhe strehimin gjithmonë i takon nivelit komunal ose komunave që të sigurojnë për këto raste të strehimit. Na mundohemi gjithmonë qoftë përmes projekteve, qoftë përmes donatorëve që këtyre familjeve t'ja u përmirësojmë jetën e tyre. Për shembull, kemi rastet e personave më shumë vetmuar që i kemi të identifikuar diku mbi 800 raste në nivel vendi që kemi të vetmuar komplet saktësisht në banesat e tyre, në shtëpiat e tyre, në ambientet e tyre dhe ne mundohemi që me vullnetarët tonë të shkojmë dhe të ndihmojmë këtyre rasteve. Po ashtu edhe gjatë festave, mirë po mundohemi që gjithmonë të kemi në kontakt. Për shembull tani edhe me festën e Kurban Bayramit. Janë emocionuese takimet me të ardhmen? Shumë janë emocionuese. Shumicën e rasteve më ka rënë me dalë në terren mi pa disa prej tyre dhe gëzimi më i madh e tyre është që ata pe krijojnë një kontakt social me dikon. Dhe shpesh thonë unë kam potenciuar në shumë intervista që ndoshta këtë derë nuk e ka hap kurkush që 1 muaj ose që 2 muaj. Ju faleminderit shumë që veç po vini me na pa, veç po vini me na vizitu, me kqyr ai e mirë. Dhe kemi shumë raste që na i mbajmë kontakt rregull qoftë përmes telefonit ose forma tjera që i vizitojmë. Emocionet bëhen më të forta në festat si kjo që jemi. Saktësisht, është edhe në festa për arsye se ata nuk e kanë askan ndoshta me ndohtë të ruezën me ta, ndoshta familjar të tyre, kemi raste që ka ndodhur që të shkosh për Bajram dhe të vizitosh familje, të themi familje, njerëz të cilët janë krejtësisht të vetmuar si këto raste që po përmendin. Po, dhe ndoshta ndonjëherë është ajo pjesa kur ata thonë të shprehna me fjalët e tyre të lumtë ju që keni dikon për festa dhe ne jemi veç vetë në këto raste. Edhe është ajo pjesa emocionale që
për shkak të angazhimit të punës na dënë me dalë për asaj zone, për ndryshe për shkak gjendjes tyre, do shta kishëm mujt me shpenzu me javë të tëra edhe me nejt me këta Cilat janë person. arsyet më të shpeshta që ata mbesin krejtësisht vetëm? Ka shumë arsye të ndryshme, ndoshta ka qenë ajo statusi cilët këta nuk janë martu, ose nuk kanë pas fëmijë, ose kanë qenë vetmuar si soj, ose kemi edhe raste kur janë mbetë ashtu fëmijët jetojnë jashtë edhe kanë mbetë si të tillë brenda vendit, që të themi fatkeqësisht ekzistojnë si raste të tilla që ne vizitojmë vazhdimisht. Pra fëmijët kanë dalë jashtë Kosovës dhe prindërit kanë mbetë Qoftë fill jashtë vetëm. Kosovës, qoftë jashtë shtëpisë dhe prindërit kanë mbetë fill vetëm, ashtu që Ka ndonjë rast specifik, një rrëfim më interesant që do ta ndajë, që ndoshta në këtë festë Bajramit na bëjmë me reflektu pak më shumë, spari për prindërit tanë, më pas edhe për njerëz tanë që mund të jenë familje largët, por që fakt ka nevojë me ia hap dikush derën. Kam një rast specifik që një mzoj e më shumë, ashtu më them ndoshta rreth 70-ave, rrëfejet kur ishim në vizitën të ajo rrëfejet që i kam 7 fëmijë dhe asnjë nuk më thirr për festa ose nuk vjen, gjë që është shumë e trisht për atë dhe kur shkojmë na me vullnetar e shohim atë emocionin e saj që i përçon vullnetar ton, sikur se të ishin fëmijët ose nipat edhe mbesat e tyre. Kështu që gjithmonë i bëjmë thirrje, e dim për shkak të angazhimit, për shkak të zhvillimit të jetës. Kushdo që i kalon prind mbrapa, qoftë shtëpi, qoftë në vendin e tyre, qoftë në lagje ose fshat ose kushdo qoftë, që të mundohen të kenë kontakt sepse këto raste më shumë të mundon ajo vetmia e tyre. Dhe shpesh kur dalëm edhe te rastet e tjera cilat kanë familjar, e kanë një frikë në përgjithësi mos po vdes e nuk po msheh askush. Edhe mundohemi që për këtë arsye edhe shumë arsye tjera na vazhdimisht i kemi në kontakt, ti vizitojmë, shpesh shkojna veç që vizitojmë dhe thojmë, këtë herë nuk kena ardhur me pru asgjë, po jemi ardhur veç me ju vizitu, me ju pa, a jeni mirë, me vullnetarët tonë mundohemi që sa do pak shtëpiat e tyre me pastru, me rregullu shtratin, kur kemi diçka mundësi, me përmirësu jetën e tyre, mirë po janë raste me të vërtet të rënda, sidomos pjesa e këtyre të moshuarve dhe të muar, të rënda dhe të shumë prekse, dhe cilat kanë shumë nevojë për me ndihmu. Dhe kjo kishte qenë më e mira me ndihmu në bazë traditës që kemi, ndihmoj mas pari fëqinit tënë që e ki afër, sepse edhe 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 nevoja dhe çdo zënë tjetër dhe pastaj edhe të tjerëve. Armend, sot në ditën e Kurban Bajramit, cila do të ishte një vërtet e pakëndshme për mënyrën se si ne veprojmë, si shoqëri që do doje t'u thoje të gjithëve. Bazuar gjithmonë në punën, në atë që shenë në teren, në krejt këtë që sapo më the. Kisha mujtë me thonë të gjithëve mos të harrojmë ata që kanë nevojën mas shumë të për neve, sepse edhe ne kena mujtë me kanë atë pozitën e tyne. Do të vim të shta një ditë? Ndoshta do të vim, mirë po vetëm paramendone vetën se si do të ndiheshi po të ishi të harruar, të vetmuar komplet, atë që ndoshta për një arsye të caktuar një personi e keni shkaktu, mendoni që nesër mas nesër do t'ju shkakton dikush dhe edhe atë që ju i dhërani një mirësi që ja bëni një personi të caktuar, mendoni që nesër mas nesër do ta përfitoni edhe vetë nga të tjerët. Populli e thot çka mbjell edhe kor. Saktësisht. Armend, gjithmonë kënaqësi që të flasim me ju për punën e jashtëzakonshme që keni bërë dhe vazhdoni të bëni. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Të lutem.